Ish prokurori Arjan Doja ka dëshmuar në procesin gjyqësor në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ku po gjykohen Flauren Dervishi dhe Julian Meçe për atentatin e bërë ndaj tij në nëntor të vitit 2019 në afërsi të mbikalimit të Shkozetit. Doja, i zgjedhur deputet i Partisë Demokratike nga lista e hapur e Durrësit, ka treguar në sallë për ditën e ngjarjes. Doja thot se ditën kur ka ndodhur ngjarja ka qenë duke drekhuar me Aleksandër Lahon dhe Enver Shabën për 2 orë gjysmë dhe më pas kanë lëvizur drejt mbikalimit, atëherë kur kanë nisur edhe të shtënat. Sipas tij, ndaj automjetit është shtyqëlluar me 2 armë dhe vetëm në sediljen e tij ka patur 13 predha. I pyetur nëse e njeh të pandehurit, Doja ka deklaruar se është takuar një herë me Flauren Dervishajn, ndërsa për Julian Meçen thot se e njeh vetëm të atin me të cilin ka punuar. Fizikisht kam takuar vetëm Flauren Dervishajn për babain e tij. Babain e Julian Meçajt e njoh, ka marrëdhënie të mira, punonte me ne. Dua të di shkakun e ngjarjes, nëse i kam borxh dikujt, dua t'ia shlyej, tha ai, ndërsa pretendon se ende nuk e di arsyeën e të shtënave drejt tij edhe pas kaq vitesh. Edhe ish deputeti Halit Valteri ka dëshmuar në gjykatën e posaçme në gjyqin për atentatin ndaj Arjan Dojës. Ka deklaruar se babai Andi Malokut, i cili mbeti i vrarë, e ka kontaktuar dhe i ka treguar një video të 2 personave që ai pretendonte se i kanë vrarë të birin. Valteri thot se në parlament aso kohë kur nxori videon ka përmendur emra dhe oficer policie që i ka thënë Genci Maloku. Ish deputeti thekson gjithashtu se më pas e ka telefonuar edhe Ramazan Raja, sepse i ka përmendur emrin. Ndërkohë ka dëshmuar gjithashtu se ka shfrytëzuar këtë çështje politikisht për të marrë kredencialet e mia politike si deputet i opozitës. Ngjarja ndodhi më 1 nëntor të vitit 2019 në autostradën Tiranë-Durrës në afërsi të mbikalimit të Shkozetit. Ditën e ngjarjes, Doja ishte në automjet me një person me precedent penal, i njohur si i forti i Sukthit, Aleksandër Laho, i njohur ndryshe si Rumi Shiakut, dhe me Andi Malokun, ish punonjës i policisë në komisariatin e Krujës, shoferi prokurorit, i cili mbeti i vdekur. Flauren Dervisha i akuzuar si organizatori i atentatit dhe Julian Meçe, një nga autorët i cili qulloi, u ekstradua nga Dubai në gusht të vitit 2024. Spak zbardhi atentatin ndaj ish prokurorit pas mbërritjes nga Franca të komunikimeve në aplikacionin Sky Encrochat, ku zbardhën edhe ngjarje të tjera.